Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Blu Televizion. Do të jemi së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me zhvillimet më të fundit nga aktualiteti. E diela me mot të mirë dhe diell, qytetarët pushtojnë Bregdetin. Kështu me ngrohjen e temperaturave, fundjava në Vlorë kanë marrë një tjetër pamje, ndërsa zonat më të preferuara ngelen Lungomarja, ku i gjen të gjitha. Me ngrohjen e temperaturave, fundjavat në Vlorë kanë marrë një tjetër pamje. Moti i mirë dhe me diell ka bërë që qytetin bregdetar t'i kthehet shkëlqimi. Kjo e diel me fluks të shtuar të qytetarëve, të cilët sigurisht fokusin e tyre kanë në Bregdet. Zona më e preferuar është Lungomare, ku mund të gjesh çdo moshë, të cilët siç tregojnë dhe vet vinë drejt Bregdetit për të kaluar kohën e lirë. Pensionistët janë ata të cilët çdo fundjavë kalojnë njësoj për shkak të mundësive të pakta, teksa thonë se preferojnë më tepër shëtitjet nga deti me familjen apo shoqërinë. Vlorën përgjatë kësaj periudhe shohin të ringjallur dhe me qytetar plot. Ata tregojnë se motin e mirë dhe të tilla temperatura i preferojnë më tepër, duke ndikuar dhe në mënyrën se si ndihen. Me shumë bukur. Jam me këtë shoqen time. Kemi dalë, dita shumë e bukur. Është një pranver tamam. Fundjavave me familjen, me shoqe, nuk kënaqem. Mua më pëlqen jashtë mas e Vlora. Nuk e ndroj me asnjë vend të botës. Është bërë shumë e bukur dhe më pëlqen shumë. Lungomare e bukur, sot është ditë feste. Është qarë bëj unë ngrev në mëngjes, bëj mëngjezi, se nuk e kam edhe bashkëqortën unë. Edhe bëj vetë ato detyrat së shtëpisë, dal jashtë, vi këtej në Lungomarja, shkoj, pi i kafe aty tek Gjokla, kthehem prapë në këmbë, deri në skel. Vlora është e bukur shumë, edhe sot gëzohem që shkoj njerëz plot Vlora. Fundjava shumë mirë, kaloj mirë. Në shtëpi dalim xhiro, dalim kënaqemi, sot ditë e mirë, ditë e bukur, ditë vere. Vlora është shumë mirë, mirë fare, shumë mirë. Ka më shumë njerëz, ka më shumë yrje dalje, do të thonë dalin njerëz për fest, ditë vere. Edhe gëzuar, na gjej gëzuar ky vitit e verës. Si pensionist, dalim i gjiro, që të kaloj. Mirë është, nuk është keq. Njerëz unë s'para kam dalë ti në Bregdeti, po. Pra si me dimi tani është më mirë akoma. Detyrimisht është më mirë. Se koha është, temperatura është mirë, as vap, as ftohtë. Është mrekulli. Kur ka qenë ajo ko mos artë kur gjam, po. Ka qenë plot me njerëz. Unë kam qenë në qytete, kam mbredhur tërë qytetet e Shqipërisë. Edhe kishe njerëz plot, domethënë dilje, sidomos mbas dite, dilje xhiro kishe plot me njerëz, nuk kaloje dot. Sa sot s'ka njerëz. Mungoj njerëz, ka ikur. Një e diel me mot të mirë dhe plot diell, ku me qindra qytetarë kanë zgjedhur Bregdetin, ndërkohë që Vlora është kthyer në qytet të preferuar edhe për pushuesit vendas dhe ata të huaj, të cilët të shumt në numër e kanë kaluar fundjavën të dielën në Vlorë. Hedhja mbeturinave pa kriter në mjedis vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues, i cili nuk po arrihet të minimizohet. Problemi ndeshet masivisht edhe në njësitë administrative, siç ndodh pranë rrugës së vjetër Levan Vlorë, ku mbeturimat e çfarëdojllojshme kanë pushtuar tokat bujqësore. Hedhja e mbeturinave pa kriter në mjedis vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues, i cili nuk po arrihet dot të minimizohet. Një problem ky i cili krahas qytetit ndeshet masivisht edhe në njësitë administrative. Një tjetër rast i hedhjes së mbeturinave në tokat bujqësore është evidentuar këtë të njëjtë në rrugën e vjetër Levan Vlorë. Mbetje të shumta të hedhura në një ullishte, e cila kultivon prej vitesh varietete të ndryshme të ullinjve. Blu Televizion ka konstatuar hedhje të mbetjeve të ndryshme në rrugën e vjetër Levan Vlorë. Persona të papërgjegjshëm kanë ndotur një hapësirë me ullishte duke hedhur këto mbetje inerte por edhe urbane. Në to mund të gjesh mbetje të cilat janë kryesisht me materiale plastike, por nuk mungojnë as rendit shtëpiake, si divane apo komodina të hedhura aty, madje edhe mbetje inerte, por gjithashtu edhe pjesë të makinave. Ka kaq shumë mbetje inerte sa hyrja kryesore për në tokën me ullinj është bllokuar totalisht. Sigurisht një pjesë e këtyre mbetjeve, të cilat janë të patretshme, siç është edhe plastika, janë
bërnjësh me tokën duke ndotur atë e duke sjell pasoja negative. Kjo është edhe situata e cila nuk shihet vetëm në këtë pjesë të tokave bujqësore, por konstatohet edhe në disa prej hapësirave pranë fshatrave Bestrov, Kërkov, Panaja e Trevllazër. Edhe godina e ish Akademisë së Marinës nuk i ka shpëtuar grabitjes. Prej vitesh jashtë funksionit, tashmë është pa dyer e pa dritare. Një prej godinave me simbol të historisë së qytetit bregdetar të Vlorës, sot është një godinë që turpuron këdo. Edhe godina e ish Akademisë së Marinës nuk i shpëton grabitjes, pavarësisht se një godinë e rënuar dhe pas një funksion prej vitesh, prej saj janë marrë tashme dhe dyert, por edhe dritaret. Madje persona të cilët janë të pa identifikuar janë futur edhe në brendësi të godinës për të marrë prej andej çfarë kanë gjetur. Sot një prej godinave simbolike të historisë së qytetit bregdetar të Vlorës është të rënuar e më tepër, pasi në të mungojnë të gjitha dritaret, ndërsa dera kryesore është sajuar duke u vendosur në të copa drasa të kapura me gosht. Degradohet edhe më tepër godina e ish Akademisë së Marinës, siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pa shpinës time duket qartë që të gjitha dritaret e saj tashmë janë hequr prej vendit dhe janë vjedhur. Gjithashtu të gjitha orendit, ato pak gjëra që mund të gjendeshin në brendësi të kësaj godine janë nxjerrë jashtë saj. Teksa edhe muret, madje të gjitha pjesët e dyerve tashmë janë hequr prej godinës, duke i dhënë një pamje as pak të ishme një prej vendeve më të lakmuara të Vlorës. Nuk dihet ende nëse kjo gjë është bërë për përfitime monetare, po për shkak se kërkohet që kjo godinë të shkatërrohet çdo ditë më tepër, pasi shpesh godina dhe territori përreth kanë qenë pjesë e diskutimeve për të ushqemur e për të ndërtuar aty kulla shumë katëshe. Në brendësi të një prej shkollave më të famshme të Vlorës, që shumë vite më parë kanë nxjerrë breza të tërë detar, nuk ka më asgjë. Nga ana tjetër, qyteti bregdetar i Vlorës, një qytet turistik që çdo gjë ka të lidhur me detin, vijon të mbetet pa një akademi detare. Megjithse ka godinën, Vlora nuk ka një shkollë për të përgatitur detarët e rinj të qytetit. Paraburgimi është një masë që merret kur çështja është hende në hetim, por nuk ndikon pozitivisht tek të rinjt, pasi i privon ata nga jeta në shkollë dhe jeta sociale. Kështu u shprehur për Blu Televizion avokatja Elona Mone, duke theksuar se paraburgimi duhet të përdoret vetëm në raste ekstreme. Kjo kur janë të përfshirë të miturit apo të rinjt. Paraburgimi për vepra të ndryshme penale tek të rinjt është një masë që merret kur ligji parashikon dënimin me burg për një vepër penale. Megjithatë, ligji për të miturit parashikon edhe masa më të lehtësuara. Sipas avokatës Elona Mone, paraburgimi është një masë që merret kur çështja është ende në hetim, por nuk ndikon pozitivisht tek të rinjt, pasi i privon ata nga jeta në shkollë dhe nga jeta sociale. Për këtë arsye, ajo thekson se paraburgimi duhet përdoret vetëm në raste ekstreme, kur janë të përfshirë të mitur apo të rinj. Ndërsa për nismën e qeverisë i paraburgimin, kjo sipas saj është një masë që nuk prek vetëm të miturit, por ka një shtrirje më të gjerë, duke qenë më shumë një nismë politike sesa një masë që ndikon drejt për së drejti tek të miturit. Atëherë, paraburgimi normalisht është një nga ato masa të cilat merren në rastin kur një i mitur në konflikt me ligjin dënohet për një vepër penale e cila parashikon dënimin me burg, pasi siç dimë, kodi i drejtësisë penale për të miturit parashikon masa goxha të lehtësuara për krime të cilat janë më të lehta, dhe kjo është një nga masat ekstreme të cilat përdoren në rastet kur edhe vetë krimi është i tillë. Kjo lloj mase, pra paraburgimi që në rastin konkret është më tepër një lloj kufizimi gjatë kohës që vepra penale është duke u hetuar, normalisht nuk është se ndikon në të mirën e rastit, pra të miturit në konflikt me ligjin, për arsye sepse ai kufizohet nga në radhë të parë nga procesi arsimor, nga jeta sociale, nga bashkëveprimi me moshatarët dhe me komunitetin, pra duhet të jetë një nga masat e fundit që duhet të përdoret në raste të veçanta dhe vetëm për vepra ekstreme. Në lidhje me nismën e fundit, unë mendoj që kjo nismë nuk ka të bëjë pikërisht me të miturit, por është një tentative e pushtetit për të minimizuar të gjitha ato raste të cilat janë ekstreme për të kaluar tek masa e arrestit në flagrancë në mënyrë të tillë që gjatë gjithë kohës që do hetohet vepra penale, në fund të arrihet dhe të pushohet kjo vepër dhe të kalohet në ndonjë lloj amnistie. Pra të evitohet me patjetër dënimi, pra të mos kryhet asnjë ditë burg. Dhe unë në këtë këndvështrim e shikoj, shoh më tepër si një nismë politike për shkak të ngjarjeve të fundit që po ndodhin, sesa si një nismë që ndikon tek qytetarët. Megjithatë, duhet patur parasysh edhe pjesa e dyndjeve të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale,
e cila ndikon normalisht edhe në përllogaritjen e tarifës në vlerë ditore, pra në mas ditore që paguan shteti për këta persona. Avokati Alona Mone është ndalur dhe tek rastet e krimit tek të rinjt apo të fmiturit, të cilat shpesh nisin si konflikte banale mes tyre dhe më pas agravohen, duke çuar dhe në raste më të rënda. Duke i referuar kësaj problematike dhe duke lidhur me çështjen e paraburgimit, Mone thekson se ekzistojnë edhe masa të tjera që mund të aplikohen, duke nisur nga detyrimi për paraqitje përpara se të merret masa e paraburgimit. Nuk mendoj se kemi një rritje të rasteve në përgjithësi, sesa kemi një rritje të rasteve në veçanti, që janë konfliktet që ndodhin në shkolla, që fillimisht nisin me një fjalë të thënë aty për aty, pastaj ndezin një debat më tepër, derisa kalon dhe konflikti agravon në raje apo në plagosje të lehta, por ka pasur dhe raste të plagosjeve të rënda, të cilat kanë qenë raste ekstreme. Pra më tepër kanë qenë bashkëmoshatar, të cilët në tension e sipër janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe kjo pastaj kanalizohet si një vepër penale që i përket veprës penale të plagosjes. Sigurisht që ka masa të tjera lehtësuese, pra ligji nuk parashikon vetëm marrjen e masës së arrestit me burg, por ne kemi dhe masa të tjera më të lehta, siç janë detyrimi për paraqitje pranë oficerit të policisë gjyqësore, por gjithashtu mendoj që duhet të jenë struktura të veçanta të cilat të punojnë për vepra të caktuara penale. Në rastin konkret, siç kemi drejtimin automjetit në mënyrë të parregullt, në 90% të rasteve nuk ka ndodhur, nuk kemi pas vendime që këta persona të vuajnë dënim apo të kryejnë një pjesë të kohës në paraburgim, por unë mendoj që duhet të ketë institucione të cilat të përkujdesen pikërisht për vepra të veçanta penale, siç është rasti që mund të ketë një institucion që të kujdeset vetëm për të alkolizuarit. Pra mendoj që nuk shërben paraburgimi, sesa shërben një institucion i tillë. Ndërsa për veprat e dhunës në familje, mendoj se përveç paraburgimit duhet të ketë institucione të specializuara që ta reintegrojnë përsëri individin në mënyrë të tillë që të mos kryejë më vepra të tillë. Sipas avokatës Alona Mone, paraburgimi i masit duhet të rishikohet sidomos në varësi të veprës penale dhe kryesisht kur bëhet fjalë për të miturit, në mënyrë që të evitohet përfshirja e tyre në procesin penal dhe dëmtimi i jetës së tyre arsimore dhe sociale. Do të ndryshojmë kështu temën e zhvillimeve duke kaluar në turizëm. Konflikti në lindjen e mesme dhe rritja e çmimit të naftës shtrenjton biletat e avionit, ndërsa edhe janë anulluar udhëtimet drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe destinacioneve të tjera të këtij rajoni. Sipas agentit turistik Mikel Zinxhiria, thotë se pasojat e luftës po reflektohen çdo ditë më shumë. Lufta në lindjen e mesme ka sjellë pasoja edhe në vendin tonë. Agjenci turistike tregojnë se që me nisjen e konfliktit, rritja e çmimit të naftës ka ndikuar drejt për drejt dhe në shtrenjtimin e biletave të avionit. Sipas Mikel Zinxhiris, shumë persona kanë anulluar udhëtimet e tyre drejt Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Dubai dhe destinacioneve të tjera të rajonit. Ai thotë se pasojat e luftës janë reflektuar edhe në destinacione si Turqia, ku turistët janë tërhequr dhe po hezitojnë të planifikojnë udhëtime. Normalisht gjithë teoria e luftës ka sjellë 20% çmimet e ngritura. Destinacionet si Dubai apo Doha apo Riyadh apo Abu Dhabi janë mbyllur 100%. Nuk është se kanë ngel, po themi, anullime të pjetshme. Në momentin që flasim, anullimi është i plot. Asnjë lloj bilete, asnjë lloj pakete s'mund të shitet në atë lloj destinacioni. Nuk mund të përdoren as për tranzit, po paketat e Dubait, ato që preferojnë tani, sa s'ka vajtur temperatura 50 gradë atje, se pastaj kur vjen qershori ishte vështirë, domethënë të çosh njerëz në Dubai, janë bllokuar, nuk mund të shitet asnjë. Të gjithë punëtorët që janë me agjencitë e punësimit, që do punojnë gjatë sezonit të verës, janë bllokuar në një pjesë në Dubai, një pjesë në Doha, një pjesë në Bangkok. Nuk mund të udhëtojnë. Ka ngel vetëm mundësi fluturimi ka ngel Stambolli, dhe duke qenë që ka ngel vetëm çmimi i shpes fishuar. Edhe për një kompani që do sillte 10 punëtorë për një hotel të caktuar, nga 2500 apo 2700 euro që do pagonte për të 10, tani për të 10 duhet të paguaj 18.000 euro. Është çik e vështirë kjo punë që kompania prit se tani të marrë përsipër gjithë kosto, se ki parasysh ata punëtorë sezonal janë. Ato kosto e transportit do shpërndajnë atë rrogën e 5 muajve. Po është tjetër gjë të shpërndash 270 euro për 5 muaj punë dhe është tjetër gjë të kërkosh të shpërndash 2.000 euro. Sepse i vetë rroga 40% më larg aty, pa ardhur fare këtu. Pastaj nëse lufta do vazhdojë në këtë nivel, kur çmimi i karburantit të ndryshojë në 40 me 50%, jemi të sigurt që do ndryshojnë të gjitha çmimet e shërbimeve
si në Shqipëri, si jashtë Shqipëri. Sipas zingjerisë, nëse lufta vazhdon, çmimet priten të pesëfishohen, çka do të sillte një krizë të vërtet edhe për agjencitë e udhëtimit. S'kanë qenë persona që kanë ikë në Shqipëria, kanë qenë punëtorë që do vinin. Kanë qenë nga data 25, që ju ashtym biletën me 2 ditë, me 3 ditë, me shpresën që aeroporti do hapet për pjesën tregtare. Janë një sër klientësh të 2 kompanive që sjellin punëtorë. Janë duke rimenduar se vetë jo më para se sa 3 ditë erdhi një ulje e re çmimesh nga destinacionet e Antalyas. Vetëm nga frika e pezullimit të rezervimeve dhe është fakt, Egjipti doli tërësisht jashtë përdorimit në parim, të shikojmë nëse do ketë një mundësi që të rivendoset shitja. Po, ka patër, sepse nëse vjet në këtë kohë, në arkun e javës mund të bënim një bilet me vlerën e 40 apo 50 euro, tani është në vlerën e 10.000 lekë të reja ose 100 euro. Në një kohë ku përplasja mes SBA-s dhe Iranit vijon ende, pasojat e luftës po ndihen dhe po reflektohen në çdo vend të botës. Vendet e Ballkanit fshehin një thesar të vërtet europian. Revista amerikane e udhëtimeve Tribeca rekomandon 20 destinacionet më të jashtëzakonshme për tu vizituar në Ballkan, secila me historinë, kulturën dhe bukurinë e vet unike. Do të kalojmë në zhvillimet më të fundit nga politika në qytetin e Vlorës. Rreth 1500 anëtarë të Partisë Demokratike janë thirrur këtë të diel pranë degës së saj për të zgjedhur drejtuesin e ri të kësaj dege. Në garë janë 2 kandidatë, Nada Meçorapaj, ish deputete dhe aktualisht sekretare e degës së PD Vlorë, si dhe Darling Banushi, antar i kryesisë së PD Vlorë. Rreth 1500 anëtarë të Partisë Demokratike Vlorë
janë thirrur këtë të diel pranë degës së Partisë Demokratike në zonën e Skelës për të zgjedhur drejtuesin e ri të kësaj dege. Procesi i votimit ka nisur në orën 8 të mëngjesit dhe përfundon në orën 18. Në garë për drejtimin e degës janë dy kandidat, Nada Meçorapa, ish deputete dhe aktualisht sekretare e degës së Partisë Demokratike në Vlorë, si dhe Daling Banushi, antari i kryesisë së Partisë Demokratike në Vlorë. Sipas të dhënave, antarët që kanë emrin në listë mund të votojnë përmes kartës së identitetit, ndërsa ata që nuk e kanë emrin në listë për arsye të ndryshme mund të votojnë përmes kartës së antarësisë në Partinë Demokratike. Siç mësohet nga vendi i votimit, procesi ka nisur i qetë dhe është zhvilluar i qetë dhe pa incidente, ndërsa është vënë re dhe një interes i konsiderueshëm nga antarët e Partisë Demokratike në Vlorë për të marrë pjesë në votim. Shqipëria ka ndërmarrë reforma të rëndësishme ligjore në përputhje me procesin e integrimit evropian. Një nga zhvillimet kryesore është miratimi i ligjit të ri për barazinë gjinore në vitin 2025 në seksionin e 70 të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave. Në sesionin e 70 të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, Shqipëria prezantoi raportin vullnetar mbi zbatimin e konkluzioneve të miratuara, duke paraqitur progresin e bërë në avancimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave. Gjatë fjalës së saj, Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala theksoi se në një kohë kur në shumë vende të botës të drejtat e grave po sfidohen, forcimi i barazisë gjinore mbetet një provë e rëndësishme për cilësinë e demokracive dhe funksionimin e institucioneve. Ajo nënvizoi se Shqipëria ka ndërmarrë reforma të rëndësishme ligjore dhe institucionale në përputhje me angazhimet ndërkombëtare dhe procesin e integrimit evropian. Një nga zhvillimet kryesore është miratimi i ligjit të ri për barazinë gjinore në vitin 2025, i cili parashikon një prag minimal përfaqësimi prej 30% dhe synon arritjen e barazisë së plot gjinore deri në vitin 2035. Progresi i rëndësishëm është shënuar edhe në përfaqësimin e grave në politikë dhe vendimarrje. Aktualisht, gratë përfaqësojnë 35% të parlamentit të Shqipërisë, mbi 40% të qeverisë dhe më shumë se 40% të këshilltarëve bashkiak. Ministria theksoi gjithashtu rëndësinë e forcimit të mekanizmave për parandalimin dhe adresimin e dhunës ndaj grave, si dhe zgjerimin e rrjetit të shërbimeve mbështetëse për të mbijetuarat. Në përfundim, ajo rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për të vijuar përpjekjet në garantimin e pjesëmarrjes së plotë dhe të barabartë të grave dhe vajzave në jetën publike dhe vendimarrje si element kyç për demokraci të qëndrueshme dhe zhvillim gjithëpërfshirës. Personazhi i kësaj të diele është Bariam Mato, i cili vazhdon të sjellë në telajo disa nga pamjet më të bukura të Vlorës, por jo vetëm. 72 vjeçari e quan pikturën jo profesion, por një pasion i cili e ka shoqëruar ndër vite. Pasioni për pikturën e shoqëron prej gjithë jetës 72 vjeçari Bajram Mato, i cili vazhdon të sjellë në telajo disa nga pamjet më të bukura të Vlorës, por jo vetëm. Ai nuk e quan pikturën një profesion, por një pasion që e ka shoqëruar ndër vite. E në këtë ditë me diell dhe mot të ngrohtë, Bajramin e gjen në pikën panoramike të Vlorës, duke hedhur në telajo një nga pamjet më të bukura të qytetit. Peizazhet, siç thotë edhe vet ai, janë pikturat që realizon më shpesh, megjithëse nuk mungojnë as portretet. 72 vjeçari tregon se ka udhëtuar për të pikturuar pothuajse në të gjithë Shqipërinë, e se çdo qytet ka karakteristikat e veta dhe bukurinë e tij. Sipas tij, një pikturë kërkon kohën e vet për t'u realizuar. Ndonjëherë mund të përfundojë për 2 orë, ndërsa të tjera mund të zgjas edhe 2 javë. Bajram Mato, 72. Unë merrem me pikturë dhe karakteristikë për mua, duke krahasuar me kolegët, është që unë ngulem e nuk shkulem derisa ta mbaroj. Nuk ka rëndësi ora një moment sigurisht. Se edhe pak do ta lë, se kthehet dielli, ndryshon drita. Por nuk nisem nga ora. Unë për sa kohë më duhet të punoj aty, është kjo që më imponon të rri, ose t'i nuk më marr. Unë punoj me ngjyra vaj, punoj me penela dhe me spatull. Këto janë 2 elementet që unë varet. Në ndonjëherë bëhet për 2 orë, ndonjëherë bëhet për 2 javë. Varet nga subjekti që ke përpara. Edhe momenti që unë kërkoj të hedh aty, po se normale si të ecën puna, nga ndonjëherë ecën më mirë, nga ndonjëherë ecën më dobët. Vlora sipas tij ofron peizazhe të mrekullueshme për pikturën, duke nisur nga Zvërnecje deri përgjatë gjithë vijës bregdetare. Ai tregon se shumë vite më parë ka jetuar në Fier, ndërsa tashmë jeton në Radhim. Pasionin për pikturën e ka nisur përpara viteve 90. Jo, unë kam punuar në gjithë Shqipërinë.
Jo vetëm këtu. Bile, këtu në këtë pikë është era e parë që kam punuar, andi nga Zvorneci, lartë nga Kanina, e pastaj duke ikur në Palaco, Vogaraja, po këtu është. Unë bëj edhe portret edhe ndonjë kompozim, po peizazhi është imi. Jo, unë kam pasion. Përshitu po doli, te këtu në rast nuk më vjen keq, po nuk nisem. Po unë nisem përshitu nuk bëhet do të pikturë, se të fillosh bësh llogarin, ka që shpenzim, ka që karburanti, ka që koha, atëherë nuk i zë për i lëgë do. Unë kam pasion, më pëlqen, të merrem me këtë, kohën e kaloj, një gjë e bëj, dhe nuk zi edhe me gruan, se të rrisë shtëpi. Unë në atë kohë, që ju e keni pasysh, ishte propaganda, ka pas sektorin e propagandës në Patosë, unë jam fjerak, në rrinë në Radhim. Aty kam bërë një hotel të vogël, aty kam dhe studier. Kam lafi që në atë kohë, me këtë punë gati jam marrë. Unë kam qenë anëtar i lidhjes shqiptarëve në atë kohë, që sa gjëra funksionin më mirë se sot, kishim leje kriju, se kishim shumë favore. Për sot është dhe se u do të thonë që Shqipëria është gjithë e bukur, po më karakteristike është Berati, është Gjirokastra, është Saranda, që jam më karakteristike Korça. Pastaj tha, Shqipëria është e bukur nga dhe të kthej, edhe një gur që është ati në Buzdetit, edhe është e bukur. Vlora më shumë u ofron atyre që vinë për ta parë. Ne që jemi këtu është të takonshme. Për pikturën, Vlora ka mrekulli, duke filluar thash që nga Zvorneci, me ato gjiret atje, andeja me ato shkëmbejt, pastaj afrohesh nga pylli i sodës që ato pishat e mëdha. Normale që është bregu duke filluar nga këtu e deri tasën thjesht për Vlorën. Normale, jo, do interpretuar ajo që shikon, se ndryshe quhet me fotograf pastaj. Domthon, siç e themi ne në tërsinë tonë, do bësh atë që e shikon, po jo si e shikon, se po s'pati një interpretim, po s'pati një vlerë artistike, flasim kështu, nuk kam kuptim. Bajram Mato kërkon çdo ditë peizazhe të reja për të hedhur ato në telajo, duke sjellë bukuritë jo vetëm të Vlorës, por edhe të vendeve të tjera. Edhe pse tashmë është 72 vjeç, ai vazhdon të mbajë gjatë pasionin e tij për pikturën. Policia njofton se gjatë 24 orëve të fundit për vepra të ndryshme penale ka vënë në pranga disa shtetas, ndërsa për të tjerë shtetas kanë nisur procedimin penal. Sipas policisë, materialet procedurale i janë referuar prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand kanë arrestuar në flagrancë një 31 vjeçar banues në Borsh për veprat penale kanosja, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municioneve, prishja e qetësisë publike dhe përndjekja. Shtetasi dyshohet se ka përndjekur në mënyrë të vazhdueshme ish bashkëjetuesin e tij, ka kanosur atë dhe familjarët e saj, si dhe ka qelluar në ajër me armë zjarri. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë kanë arrestuar në flagrancë një 48 vjeçar banues në Itali pasi në rrugën Pelivan Leskaj u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kanë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 25 vjeçar banues në fshatin Bishan, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase e cila pretendon se ky shtetas e shqetëson vazhdimisht nëpërmjet telefonit duke i bërë presion. Një 35 vjeçar dhe një 37 vjeçar banues në Vlorë, të cilët pas një konflikti të çastit kanë goditur me grushta, një 41 vjeçar banues në Vlorë. Po kështu, një 33 vjeçar banues në Elbasan pasi në stadiumin flamurtar. Gjatë ndeshjes së futbollit flamurtar e Elbasanit, ky shtetas ka hedhur kapsoll në drejtim të tifozëve të klubit flamurtari. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Sarand kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi penal për një 27 vjeçar banues në Sarand pasi duke drejtuar automjetin e tij ka përndjekur një 43 vjeçare banuese në Sarand, e cila ka marrë dëmtime dhe ndodhet në spitalin e Sarandës nën kujdesin e mjekëve. Specialistët e stacionit të policisë Selenis kanë referuar materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi penal për një 74 vjeçar dhe një 35 vjeçar banues në fshatin Lezhan, pasi në fshat, pas një konflikti të çastit për motive të dobta kanë goditur me sende të forta njëri tjetrin. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.
3 gola, tension dhe 2 penalti të humbura për plasje mes lojtarëve dhe tifozëve në fund të ndeshjes. Ky ishte takimi i së shtunës për flamurtarin dhe Elbasanin, i cili u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të Elbasanit. Me këtë humbje flamurtari mbetet në vendin e 9 me 24 pikë, një pozicion që vazhdon të jetë i vështirë në renditje. 3 gola, shumë tension, 2 penalti të humbura dhe përplasje mes lojtarëve e tifozëve në fund të ndeshjes. Përballjes së shtunës mes flamurtarit dhe Elbasanit i pati të gjitha. Para, gjatë dhe pas takimit gjithçka u zhvillua në masa të forta sigurie nga policia, ku të pranishme ishin edhe forcat e FNSH-s. Ndeshja mbyll me rezultatin 2-1 në favor të Elbasanit. Me këtë humbje flamurtari mbetet në vendin e 9 me 24 pikë, në një pozicion shumë të vështirë në renditje. Elbasani kaloi në avantazh në minutën e 5. Flamurtari pati mundësinë të parazonte, por Marku gaboi 2 herë nga pika e penaltisë. Herë më pas, Elbasani shënoi edhe golin e dytë. Flamurtari arriti të ngushtoj shifrat pak minuta më vonë, por kjo nuk mjaftoi dhe takimi u mbyll 1-2. Pas përfundimit të ndeshjes, tensioni u rrit edhe më shumë. Fillimisht pati përplasje në distancë mes dy tifozërive, ndërsa më pas situata u përshkallëzua në hollin e stadiumit. Një konflikt mes lojtarëve krijoi një situatë të nxehtë, ku nuk munguan edhe tifozët dhe përplasjet e forta mes palëve. Një situatë e vështirë u krijua ndërsa policia ndërhyri për të normalizuar. Forca të shumta sigurie u vendosën edhe jashtë stadiumit, ku vetëm pas largimit të tifozëve të Elbasanit situata nisi të qetësohej. Një mbrëmje e mbushur me përplasje, tension dhe grindje, ndërsa rezultati i ndeshjes ndëshkon vlonjatët, të cilët tashmë rrezikojnë seriozisht shndrimin në kategori. Kombëtarja shqiptare luan në 26 mars kundër Polonisë në Varshavë dhe një fitore në këtë ndeshje do të jepte një shans për të kaluar në fazën finale të Kupës së Botës. Dueli deciziv për ëndrrën amerikane do të luhet me uniformën e dytë, atë të zezë, si fatësjellësje në seritë e mëparshme. Ethet e play-offit të Kupës së Botës 2026 kanë filluar të ndihen në Shqipëri. Kombëtarja e futbollit luan më 26 mars kundër Polonisë në Varshavë dhe një fitore në ndeshjen teke do t'u jepte dijenve të Silvinjos një shans për të kërkuar fazën finale të Kupës së Botës, teksa do të gjeni përballë fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Kur na ndajnë 12 ditë nga dueli deciziv për ëndrrën amerikane, mësohet se kombëtarja e Shqipërisë do të luajë në Varshavë me uniformën e dytë, atë të zezë. Të shumt kanë qenë ata që kanë lidhur këtë me disa ndeshje historike që kanë shënjuar sukseset e kombëtares së Shqipërisë në 2 fazat finale të europianëve, ku edhe ka marrë pjesë. Për shkak se Polonia është pritse dhe fanella e tyre e parë është e bardhë dhe me më shumë nuanca të kuqe, UEFA duket se u ka bërë me dije drejtuesve të Federatës Shqiptare të Futbollit se Shqipëria nuk mund të përdorë uniformën e parë, atë kuqezi apo dhe atë të bardhë. Me 2 nga 3 mundësitë e djegura, tanët në Varshavë do të luajnë me fanellën e transfertave, atë të zezë. Pak ditë më parë, Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi fanellat e reja për këtë sezon, teksa uniforma e zezë kishte një detaj të veçantë, ishte rrethuar me shumë lule zambaku, simbol që ndodhet edhe në përkrenaren e erojit ton kombëtar. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një lule që tradicionalisht përfaqëson fisnikërinë dhe nderin. Prej më shumë se 10 vitesh kombëtarja ka pasur fat fanellën e zezë, duke bërë disa nga arritjet më të rëndësishme e veshur me të në fush. Në vitin 2015 me uniformën e zezë, Shqipëria fitoi një transfer ndaj Armenisë 0-3, duke siguruar kualifikimin e parë historik në një kampionat evropian, atë Francë 2016. Në Euro 2016 fitoria e vetme ndaj Rumanisë 1-0 u arrit po me fanellën e zezë me golin e Armando Sadikut. Më vonë në Moldavi në shifrat 1-1 u sigurua kualifikimi dytë historik për Europian në vitin 2024, e luajtur nga kombëtarja shqiptare sërish me fanellën e zezë. Në Euro 2024 barazimi 2-2 kundër Kroacisë ishte një tjetër moment i veçantë, teksa kombëtarja ishte gjithashtu e veshur me uniformën e zezë. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, ju ftoj të na ndiqni në faqen zyrtare të Blu Televizion si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkë mirupafshim.